parafolsi kryetari i grupit parlamentar të PS-s kërkoi që të distancohemi nga dhuna, po ne distancohemi nga dhuna e korrupsionit. Ne distancohemi nga politikanët e lidhur me krimin e organizuar. Ne distancohemi nga çdo normalizim i një situate që po e çon Shqipërinë shumë hapa prapa. Të vish në foltore dhe të marrësh një fjali krejt normale të kryetarit komisionit jashtëm, ndërkohë që ti injorosh një fjalim të mbajtur për Shqipërinë, ku i kërkon kësaj majorancës pari të distancohet nga korrupsioni i Belinda Ballukut. S'dyti të mos vonoj në asnjë moment më shumë heqjen e imunitetit dhe përballjen e saj me drejtësinë si qytetare e barabartë përpara ligjit. Koleg, do të kesh parasysh që ne nuk rrim në parallomën e Edi Ramës, po për ditur se qa qoka është bën ai me pronat e shqiptarëve. Nuk e kemi këtë informacion. Dhe fakti që një prom publike i është kaluar për menaxhim një fondacioni francez, u desh protesta e datës 28 që ta mësonim ne, po ta mësonin edhe shqiptarët. Dhe pa diskutim Shqipëria nuk vuan nga simbolikat, vuan nga ajo që qëndron në themel të kësaj qeverisje, që është korrupsioni dhe krimi organizuar. Prandaj ku dalësh tim foltore dhe distancohesh nga politikanët që bashkëpunojnë me krimin organizuar, të distancohesh nga korrupsioni, edhe të plotësosh atë që thot kryetari i komisionit jashtëm, çështjen Ballukut, tekst kritik për luftën ndaj korrupsionit, pritni në reagim për ne, se me gjasa nuk do ketë nevojë as për protest. Faleminderit. Zoti Kaso, keni fjalën dhe të përgatitet zoti Erion Malaj. Të nderuar koleg, u bën sot 10 ditë nga izolimi i qarkut Korçës dhe kreti u glindjes nga pjesa tjetër e Shqipërisë, dhe vetëm kjo çështje ulëritse do donte të paktën 10 orë debat këtu para shqiptarëve, në kushtet kur kryeministri, qeveria dhe çdo institucion tjetër me përgjegjësi për këtë çështje heshtin si fije e barit për hallin jetik që i ka zënë këta njerëz. 10 ditë që jo vetëm Tirana, por dhe qytetet tjera janë të pak sesueshme për banorët e qarkut Korçës dhe të një pjese të atyre të qarkut Elbasanit. 10 ditë që të gjithë ta banorë nuk kanë shans të vinë në Tiranë ose në një qytet tjetër për një mundje a një sëmundje, s'vin dot as për hall e as për mall. S'vin dot, jo se i ka dënuar natyra dhe Zoti, po se i mban akoma të dënuar, të përçmuar dhe të diskriminuar grykësia e pushtetit korruptiv të kësaj qeverie, që nuk i shpëton dot tundimit për të grabitur në çdo centimetër asfalti dhe në çdo metër kub punimesh të punëve publike në këtë vend. Rrugët bien dhe zonat izolohen. Jo se natyra e ka me rrugët tuaja, por se grabitja me punë publike për fat keq është bërë rregullin qeverisjen tuaj, dhe tani s'na mbetet gjë tjetër veç se të jemi të gjithë spektatorë të pafuqishëm të dështimit tuaj spektakolar. U tha këtu përpara fatkeqësi natyrore, po pse nuk ndodh kjo fatkeqësi natyrore në rrugët e ndërtuara në kohën e Partisë Demokratike, nga kompani ndërkombëtare, rrugë të ndërtuara me projekt, rrugë të ndërtuara me koston e tyre reale. Pse nuk i ndodh kjo rrugës kombit? Pse nuk plasaritet dhe nuk fut ujë tuneli i Krabës, por e bën ai llogaras edhe ai Murrizit? Unë besoj që nuk është përgjegjësi kjo që mund t'u lihet kompanive zbatuese për sa kohë që ashtu siç doli qartë, pjesa më delikate e korridorit 8 që po ndërtohet, zbulohet vetëm mbas shëmbjesh që po u bëka pas studim gjeologjik, dhe kur halli më i madh sot i Ministrisë së Infrastrukturës është fati i ministres saj dhe jo i rrugëve që shëmben dhe bëhen thërrime. U përmend korridori 8 si një arritje e madhe, po u harrua të thuaj se korridori 8 ka patur një gjurmë të përcaktuar
në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, ka patur një pikë hyrje të qartë në vend që ka qenë porti i Durrësit, hyrje e cila u sabotua fal kësaj qeverie, sepse u pa e arsyeshme që porta hyrëse e korridorit të 8 të merrej dhe të jepej tokë për ndërtim për të bërë pallate miq të kryeministrit. Dhe sot nuk kemi as port në Durrës dhe me shumë gjasa nuk kemi as port të ri që ndërtohet në Porto Romano për shkak se gjithë procedura atje është skandali juaj korruptiv i radhës. Për fat keq këtë dështim të madh tuajnë e vuajnë njerëzit e thjesht për të cilët s'mendoni asnjëherë dhe që të jemi të qartë këtu të gjithë, nuk ju kanë borxh asgjë, përkundrazi jeni ju ata që i keni borxh gjithçka, sepse keni 12 vjet që vetëm i gënjeni me lugë të zbrazët, i mashtroni për ditë dhe sot janë më të mashtruar, më të varfër dhe më të shtypur se kurrë. Dëmet sot po i paguajnë mbi 200.000 banor të juglindjes, të cilët përballen me pasojat. Sot bizneset paguajnë kosto të rritura transporti për ditë. Kamionët devijojnë 40 deri 60 kilometra më shumë me kosto teje të rritura në kohë dhe në karburant. Çmimet e mallrave rriten për ditë, dje ishte rrit bileta e autobusit për në Tiranë, sot është rritur dhe çmimi i bukës në Korçë. Fermerët e humbasin tregun për ditë, ndërkohë që për turizëm as që mund të flitet, sepse si Korça dhe Pogradeci janë të shkreta më keq se në kohën e Covidit. Sigurisht këto janë hallet më të mëdha të njerëzve të asaj zone dhe jo ikën apo sikën Belinda dhe shkon apo jo në burg drejtori i radhës i ARSH-s. Për dramën e madhe të këtyre njerëzve, kur vjen puna te hallet e tyre, qeveria nuk lëviz nga vendi. Asnjë ministër ose qeveritar i lartë nuk shkon dhe nuk duket në zonën e shëmbjes, asnjë kërkim ndjese ose mea culpa publike. Të vetmet raste kur lëviz nga vendi qeveria është vetëm kur rrezikohet të cënohet pak imazhi i prishur i fasadës tuaj tashmë të kalbur. Dhe kjo më kujton atë ndodhin që ndodhi pak ditë përpara me njëherë pas protestës, ku në dalje të selisë Partisë Demokratike, 20 sekonda, vetëm 10 minuta pas përfundimit të protestës kishin nxjerr bojaxhint që të fshinin parrulla që disa studentë, disa të rinj kishin shkruar me spraj Ramaik. E imagjinoni dot çfarë turpi të madh të na riktheni lulkuqet mbi mure dhe bojaxhint e natës në Tiranën e 2026-s vetëm se shkruhet për mure Ramaik. Turpi ju mbuloft atëre të gjithëve, por që të kesh turp duhet të dish të turpërohesh. Faleminderit. Zoti Malaj, keni fjalën. Përgatitet zonja Zhupa. Faleminderit e nderuar kryetare, nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Në fakt nuk mund të ri pa u ndalur dhe për të thënë dy fjalë për sa i përket protestave të zhvilluara në ditët e fundit, e cila në fund ditës është një e drejtë kushtetuese, është një e drejtë e cila duhet ushtruar, por është një instrument sa legjitim, aq edhe i rrezikshëm nëse nuk përdoret në formën e duhur. Dhe ditët e fundit, javët e fundit, muajt e fundit nuk është përdorur si instrument legjitim i mbrojtur nga kushtetuta. Kjo sepse në fund të ditës dhuna nuk është protest. Protesta është diçka, dhuna është diçka tjetër. Kur ke për qëllim të arrish diçka, duhet të dish shumë mirë që duke dëmtuar pronë publike, duke tentuar të kapësh atë minutazh caktuar në media ndërkombëtare, nuk i bën nder as vendit, as partisë që përfaqëson, por në fund ajo që bën është dëmton imazhin e vendit, duke prekur turizmin, duke prekur ekonominë, duke prekur njerëzit në ndjesi. Janë pamje që qytetarët nuk kanë pse i shohin më, janë pamje që i kemi parë dikur në vitet vështira, i kemi kaluar dhe nuk do t'i kthehemi më pas. Të nderuar kolegë, unë si deputet i Qarkut Tiranës duhet ndalem në disa gjëra të shkurtra për sa i përket problematikave me të cilat jam ndeshur nga qytetarët. Pikë së pari, në njësi 11 është një zonë specifikisht të cilën e përfaqësoj në Qarkun e Tiranës, vazhdon të ketë problematikat ndryshme në lidhje me pajisjen me certifikat pronësie dhe me procesin e legalizimit. Për këtë arsye,
Kam qenë në kontakt gjatë gjithë kohës me qytetarët, kam diskutuar me ta pas një përgjigje të marrë edhe nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës për të arritur dhe për të zgjidhur sa më parë pjesën më të madhe të këtyre problematikave. Është një element që duhet ta përdorim gjithë kuadër transparencës dhe për të qenë të drejtë për drejtë në komunikim me ta në mënyrë që t'i përcjellim informacionin e saktë për kërkesat që kanë. Prona është siguri, është dinjitet edhe askush nuk duhet që të endet më